Kryeministri Edi Rama ka fituar edhe një mandat të katërt në zgjedhjet e 11 majit. Dhe mandati i katërt, edhe pse pas 12 vitesh në pushtet, ai ka fituar më shumë se 82 mandate, të paktën deri tani. Për të folur për zgjedhjet e 11 majit, kam në një lidhje gazetarin Ardit Rada. Ardit, faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Ardit, si ke parë këto zgjedhje? Po praktikisht unë e kisha parashikuar këtë shtimin e rasteve të dhunës nga fundi, nga javën e fundit të fushatës. Dua ta nis nga fushata, vetëm nga dita e zgjedhjeve, ku java e fundit u mbizotrua me akte dhune kryesisht nga eksponent të opozitës, që për mendimin tim jo se i bën qëllimisht, por demaskuar në një farë mënyre imazhin edhe mendësinë që e karakterizon Partinë Demokratike ende në vitin 2025 dhe kryesisht vetë Sali Berishën. Duhet kemi parasysh që dy akuza ka Berisha nga publiku shqiptar, pra ka dy perceptime mbi Berishën. Së pari që është i korruptuar për shkak edhe të zbardhjes më pas nga Departamenti Amerikan i Shtetit të Nëngratës, pra dhe ata e theksuan që Berisha akuzohej për korrupsion dhe pasurim të aleatëve dhe familjarëve të tij, dhe së dyti si një personazh që sa herë ka qenë qeverisje, po qoftë edhe në opozitë, është i prirur drejt dhunimit kundërshtarit politik. Dhe pikërisht këto dy gjëra që Berisha duhet i kamuflonte nga në prag të zgjedhjeve dhe t'i paraqitej ndoshta qytetarëve, ndoshta i fshehur pas lëkurës qengjit, pikërisht këto dy gjëra i vurin dukje. Së pari përmes kontratës $6 milion SHBA, të cilën nuk pranoi ta komentonte dhe ta zbardhte, por e ofendoi qytetarin duke i thënë se janë parat mbledhura nga dashamirësit në diasporë për të mirën e tij dhe të familjes së tij. Së dyti duke fshehur kontratën me Lacivitën, një njeri që merr strategun e zëm të Donald Trumpit, duhet zbardhi edhe shifrën përderisa publiku t'ia shet si një investim të madh në fushat. Dhe sa i përket rasteve të dhunës, ne pam demokratët, cilët përveç se dhunuan qytetar në rastet pa precedenta, si në Albati në Korçë, ku rrahu një shofer kamioni kot pse i zuri rrugën, si Xhelal Mziu që rrahu një zyrtar lokal atje në Dibër kot pse qëndron pranë mitingut tim. Në fund fare, për ta përmbyllur gjithë atë panoramën e dhunës, vajta rrahen dhe njëri tjetrin në Elbasan, edhe i vun kapakun imazhit tyre. Dhe besoj se këto dy elemente kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë Partinë Demokratike minutat e fundit, ditët e fundit fushatës, pa llogaritur pastaj dhe element tjerë që lidhen me fraksionet që dolën për saj, pa llogaritur me një opozitë të rinj, më konkurruese në fushat, pa llogaritur braktisjen që ju bë Partisë Demokratike nga mediat kryesore në vend me të drejtë në një farë mënyre, sepse në thelb pasaj media presupozohet që përfaqëson interesin publik dhe normalisht nuk mund të transmetoj premtimet qesharake dhe t'i japi hapësirë estradës që prodhonte Selia Blu. Ardit, kur shohim rezultatin e 11 majit, pra kur Rama ka marrë 82 mandate dhe opozita ka marrë, flas Partia Demokratike, ka marrë 52 mandate. Është kjo më shumë një vot pro Ramës apo është një vot kundër Berishës? Jo, unë mendoj që kjo është një vot pro Ramës, edhe këtë e them sepse është e shpjegueshme, jo sepse e mendoj unë, por është logjike që nëse do ishte një vot kundër Berishës, fjala bie, votat do shpërndajnë në partitë opozitare të tjera. Ne kishim një flet votimi me 11 subjekte, nga cilat vetëm një subjekt politik qeverisë në vend dhe 10 tjerat ishin opozitë. Fakti që vota e Partisë Socialiste, pra e socialistëve, qoftë mërzitur apo të zhgënjyer, nuk vajtin këto parti, por vajtin vetëm vota e Partisë Demokratike,
Kjo do të thotë se qytetarët dhe votuesit më tepër janë zhgënjur prej Partisë Demokratike dhe do të thotë se kanë dëshkuar në këtë rast Partinë Demokratike, por nga ana tjetër numri i madh i mandateve që ka prodhuar Edi Rama ka treguar që e ruan, e ka kompakte pjesën e elektoratit saj si Parti Socialiste dhe që e kontrollon dhe që e menaxhon lehtësisht përmes mekanizmave që ne i dim tashmë të mazhorancës. Pra, Partia Socialiste tregoi që është një forcë sado e diskutueshme në aspektin politik apo të gabimeve të bëra e gjitha me radhë, tregoi që është një forcë e mirë organizuar që di të ta mbledh elektoratin e saj dhe di të mos firoj në numra edhe në numra dhe për më tepër t'i përkthej edhe në mandatet shtuara. Nga ana tjetër është edhe roli i opozitës, në këtë rast pra fragmentarizimi i opozitës, ku ne kemi parë pra që shumë fraksione për sa që kanë dalë sot i kanë marrë Partisë Demokratike një numër të konsiderueshëm votash. Po ti mbledhim këto partitë e vogla, për ashtu Tom Doshi, po flas për partitë e tjera që kanë profil të djathtë, Dashamir Shej, Ulzim Bashën, dy partitë vogla tjera që prapë kanë dalë nga Berisha, kanë qenë koalicion me Berishën, mos gaboj Lëvizja, Dheu, Aleanca Kombëtare edhe që janë disa, po qoftë edhe nisma thurje, edhe mundësia, po të mbledhësh gjithë këtyre vota, këto shkojnë diku në 100-120.000 vota deri në këto momente që janë numëruar 95% deputive, që do të thotë që janë 120.000 vota të munguara të Berishës, që në rastje e partive të vogla fatkeqësisht nuk prodhojnë mandatet që duhet prodhonin në një proporcional kombëtar, por që në rastin e Berishës kanë prishur goxha punë në disa qarqe. Berisha doli ditën e sotme dhe nuk i njohu rezultatin e zgjedhjeve duke deklaruar që u përdor çdo lloj makinacioni për ta deformuar vullnetin e votuesve. A ishte kjo një alibi për të mos ikur nga Partia Demokratike dhe pyetja ime tjetër është a ishte një rezultat që ndoshta nuk e justifikon gjithë kalvarin që hoqën demokratët që nga 2021 deri në 2025? Dëgjoj, Partia Demokratike nga 2021 deri më sot në 4 vite e ka kaluar gjithë situatën, gjithë këtë kohë, pra këtë 4 vjeçar, duke u ngritur me njëri tjetrin, duke prodhuar fraksione, duke anatemuar njëri tjetrin, duke dhunuar njëri tjetrin e kështu me radhë. Mos harrojmë që Berisha, pra, duke filluar që nga janari 22-shit e tutje, që nga dhuna që ushtrojnë ndaj selisë partisë tij dhe më pas këto sherret brenda partisë e sollën këtë situatë. Tani nuk është problemi nëse largohet Berisha apo jo, sepse Berisha në thelbe ka në dorë vetë pjesën e largimit dhe nuk e përcakton dot as statuti, as antarësia dhe brenda atyre 40 deputetëve që fitoi, nuk ka asnjë figurë rebele nga e cila mund trembet Berisha edhe mund t'i krijojë shqetësime atij për leadershipin e Partisë Demokratike. Problemi është që edhe sigur të largohet Berisha, kush do jetë pasuesi, sepse ato figura që kanë qenë pretendente deri dje për ta drejtuar Partinë Demokratike, ato figura që kanë marrë pjesë në zgjedhje me shpresën që demokratët do t'i zgjidhin përballë Berishës, janë larguar nga Partia Demokratike dhe në shumë raste janë larguar edhe nga Shqipëria. Domethënë, kam parasysh Agron Shen, kam parasysh Fatbart Kadillin e gjithë me radhë, që kanë marrë pjesë në zgjedhje me idenë se mund ta thyenin këtë leadershipin e blinduar të Berishës. Por nga ana tjetër ne nuk duhet të shqetësohemi sepse kemi marrë ndonjëherë kështu e marrim si çështje shumë shqetësuese çfarë do ndodhi me opozitën. Nëse opozita ka zgjedhur që, domethënë nëse Partia Demokratike ka zgjedhur të qëndrojë me Sali Berishën krye, e ka rezultatin që nga zgjedhjet lokale fundit edhe në zgjedhjet e përgjithshme kësaj here dhe Berisha është i vetmi që tregoi se ato thuprat e Skënderbeut po të bashkohen jo gjithmonë nuk thyhen, sepse shiti një koalicion madhështor me 27 parti, futi dhe Ilir Metër në koalicion
dhe në fund të ditës prodhoi më pak mandate dhe më pak vota se merrte Partia Demokratike, qoftë edhe vetëm pa aleat në listë në fletën e votimit. Unë mendoj që fjalimi i Berishës i sotmi ku ai u ndani një pjesë dhe tha, kur u pyet për dorëheqjen, tha vota e lirë përcakton gjithçka. Ajo është një koment që mund të përkthehet në dy prizme, domethënë, së pari që për aq kohë sa s'kishim vot lirë, unë nuk kam pse dorëhiqem, por nga ana tjetër, unë dorëhiqem, por vota e lirë brenda Partisë Demokratike, demokratëve më rizjedh prap, kështu që këta vendosin që unë t'jem prap në krye dhe në fund ditës ne nuk kemi çfarë bëjmë. Unë brëm po diskutoja diku dhe pata një propozim që realisht urojt ndodhi që Sali Berisha për herë të parë t'i bëj një shërbim të mirë këtij populli edhe politikës shqiptare, që nga shtatori të paraqitet në parlament, të mbledhë grupin e tij parlamentar, ta drejtoj vetë grupin parlamentar nëse është e nevojshme dhe të propozoj urgjentisht ndryshimin e kodit zgjedhor. Ndryshimi i kodit zgjedhor sepse çdo ndërhyrje që ka bërë Partia Demokratike, çdo propozim i PD-s për ndërhyrjen e kodit zgjedhor, në tryezën e kodit zgjedhor gjithmonë e ka dëmtuar edhe i ka dalë për keq. Unë nuk po them të ndroj ekspertin, se nuk mendoj që ai eksperti Bylyk Bashi shkon me mendjen e tij atje në tryezë, sigurisht që flet me Berishën, por të paktën t'i bëj një shërbim shumë të madh vendit, nëse ka interes që të rriten partitë opozitare, të rritet opozitarizmi në politikën shqiptare. Sot ne jemi para një situate shumë të shëmtuar që kemi parë dhe në 2021-shin. Kemi një parti që deri në këtë moment e ka 50.000 vota në rang kombëtar dhe ka vetëm një mandat. Kemi dhe një parti me 10.000 vota që ka po prap një mandat. Tani kjo është e pa justifikueshme, si të thuash, edhe e pa logjikshme. Kështu që nëse do ndërhynte kodi zgjedhor dhe do japin shqiptarëve një sistem më demokratik dhe më përfaqësues, kjo do ishte arritje e madhe dhe sigurisht që do ishte një shërbim i madh nga ana Berishës. Nëse do vazhdonte të sulmonte të merrej me kundërshtarin politik dhe nëse vazhdon me këtë retorikën e shëmtuar, tronditse, sa që njerëzit i ka bërë të ndrojnë televizorin kur del të fletë, nuk mundet një njeri 80 vjeç, 81 vjeç të dali dhe të flasi 24 orë, banda, krimi, droga, çapja, çela, bajri, është jashtëzakonshme. Pa llogaritur pastaj edhe kur degradon në gjuhë seksiste dhe në perversitete nga më të ndryshmet. Por, të paktën ndoshta mund të reflektoj dhe të sillet njerëz si i pjekur dhe të shërbej për diçka të mirë. Cili ishte qëllimi i lënies si datë proteste pikërisht në ditën kur në Shqipëri, në Tiranë do të vinë liderit e shteteve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, kur një gjë të tillë e ka bërë dhe një herë dhe madje ishte ai incidenti i famshëm që u qellua me grusht. Po, edhe ja ku jemi përsëri në 2025 dhe s'ka ndodhur asgjë, prap Rama është në pushtet. Pra, se kur ti nisesh për të bërë një aksion politik, sigurisht që merr parasysh se ku do arrish apo jo. Po sigurisht gjë. Fakti që Berisha zgjodhi atë ditë nuk ishte ndonjë dyshim. Ka qenë edhe vetë Partia Socialiste edhe Policia e Shtetit e ka ditur këtë skenar, e ka menduar. Edhe ne vetë gazetarët e kemi menduar, jo se kemi pas indicje, por duke njohur Sali Berishën për 34 vitesh në politikë, mundësinë e tij dhe metodat që ai ndjek, afërmend dili në konkluzionin që mund ta përdorte këtë ditë pikërisht për protesta apo ndoshta edhe për ta prishur takimin. Tani çfarë ndodh? Kjo është e turpshme, sepse do të thotë rreth parë që Berisha nuk i ka mekanizmat edhe nuk i ka lidhjet në perëndim për të vajtur dhe për të ankuar zyrtarisht tek partnerët perëndimor, por zgjedh tani që kur të vinë këta në Tiranë, t'i dalin para edhe t'ja themi këtu në Tiranë këtë hallin ton, meqense atje nuk na pret njeri. Kjo është e para, por nuk është strategji e bukur sepse nuk funksionon, nuk është se do t'i përkthej dikush Macronit apo Mercit apo nuk e di se kujt, Pedro Sanchesit e gjithë me radhë i përkthej dikush se ç'po thot njëri me mikrofon
3 kilometra larg që këtu. Kjo bëhet e gjitha për të karikuar demokratët, për t'i thënë që ne nuk kemi humbur, pra dhe unë nuk jam humbsi. Berisha është treguar i zgjuar sepse ka pastruar parti nga të gjithë personat pro Bashës, pra nuk do hasi as në atë kundërshtim dhe në atë pyetjen e vështirë në një mbledhje kryesie Fjala-Bia apo të Këshillit Kombëtar, ku i thonë që zotëria gjetet me 59 mandate dhe e çove me 42, por që nuk ngjit as për ndërkombëtarët, as për shqiptarët, as për demokratët. Unë nuk e di kush është zgjidhja në këto raste, nuk kam menduar kurrë ndonjëherë në jetën time për të mirën e Partisë Demokratike, për aq kohë sa Sali Berisha ka qenë aty, që të sugjeroja diçka ose të këshilloja diçka ose të isha interesuar qoftë për kuriozitetin tim që si funksionon këto raste me këto parti. Por mendoj që me një kështu reflektim të shpejt duhet demokratët të ikin urgjentisht nga Partia Demokratike, sepse edhe nëse ndrohet Berisha, edhe nëse nuk është më Berisha de facto edhe de jure prezent aty, thjesht emri i keq që i ka lënë asaj logos, asaj partie, dhe fakti që emri Partia Demokratike është e barabartë me emrin Sali Berisha është e mjaftueshme për të mos ngjitur më kurrë te publiku shqiptar, për të mos ngjitur më kurrë te votuesi shqiptar, dhe aq më pak për t'i kthyer mendjen dhe 300.000 socialistëve që ta votojnë që të vinë këta në pushtet edhe të bjeri Rama. Ardit, si ki parë partitë e reja, a mendoni që me këto zgjedhje ka filluar një erë e re në politikën shqiptare, flas këtu me hyrjen e disa prej partive në parlament, qoftë edhe me një mandat? Nuk është problemi i futjes në parlament me një mandat, sepse në kuptimin e kësaj kjo nuk e bën një parti detyrimisht të rëndësishme. Ne mbajmë mend rastin, po ta marr si shembull, është kodi i tillë që favorizon për Fjala-Bie partitë që kanë elektorat lokal dhe jo kombëtar. Po të marr rastin e PDU-s, po ta bani mend, arriti futi 5 deputet me forcat e veta, pa koalicione, pa kulisa. Pse? Sepse i kishte elektoratin, atje ku kishte elektoratin të mbledhur si Vlora, Fieri, Rogozhina, mos gaboj, dhe Tirana, atje dhe u investua dhe me kandidat serios dhe arriti t'i merrte votat komunitetit çam. Në rastin e opozitës, partive të reja, pra, dhe opozitës së re që ne duam ta quajmë sot, unë më të rëndësishme shoh pjesën që nuk duhet dorëzohen dhe të pezmatohen sidoqoftë rezultati, sado mandate që të marrin, sepse në fund të ditës prodhove apo nuk prodhove mandat, Fjala-Bie nisma Shqipëria B, dhe po ta marrë me qenë se është forca tretë që renditet në numërim, të kesh besimin e 50-60.000 apo 70.000 qytetarëve është një përgjegjësi shumë e madhe, është një peshë shumë e madhe që nuk duhet lënë rrugës, por përkundrazi duhet bindur dhe 70.000 tjerë që t'i ndjekin, edhe unë besoj se kapacitetet i kanë. Dhe jam shumë herë më komod, më i lumtur edhe më i qetë kur shpresoj tek disa të rinj që në fund ditës as nuk i njoh personalisht, as s'kam pasur të bëj kurrë as me të gjitha partitë që janë në listë, se sa të rish dhe t'i gjesh zgjidhje Partisë Demokratike, se si t'i vesh kalit dhëmb të reja edhe ta shesësh për kal të ri. Partinë Demokratike ka dashur ta shkatrojnë, e shkatruan me vullnet plot, e kanë ditur që në fillim, dhe prandaj po thoya që parë që zgjidhja nuk është tiki Berisha, po tikin demokratët, se Berisha sikur tikin nesër dhe mos e dim se ku është fare dhe mos bëhet kurrë i gjallë, fakti që ka lënë listat të mbyllura, njerëzit e tij besnik që flasin si ai, imitojnë ato kur flasin, imitojnë ato kur veprojnë, dhe sa herë që përballen me kundërshtarin janë të dhunshëm, qoftë verbalisht, qoftë fizikisht, dhe sa herë që ushtrojnë dhunë, kthejnë kokën apo i shef Berisha apo jo, se çfarë po bëj unë për ty, për kaq kohë pra sa këta janë prezent Partinë Demokratike, asgjë s'do ndryshonte me një individ vetëm. Kam dhe një pyetje të fundit. A duhet marrë përsipër, po themi përgjegjësitë
Lulzim Basha që as veten e tij nuk e futi në parlament? Po përgjithësi para kujt, se Lulzim Basha na figuron që para strukturave të partisë së vet. Po Lulzim Basha nuk mund të marrë përgjithësi para strukturave të partisë vet, se partinë vet se ka Lulzim Basha, e ka një tjetër. Kështu që Lulzim Basha është antar të partia vet. Për partinë e Lulzim Bashës e ka Endri Hasa. Një pyetja është, a duhet marri Endri Hasa, duhet japi dorëheqje nga drejtimi i partisë, edhe çfarë do bëj Lulzim Basha me karrierën e tij. Unë besoj që unë sinqerisht kam pritur që Lulzim Basha të dilte deputet në Tiranë. Votat tregojnë që e ka mbështetjen për një mandat, tjetër gjë pse s'ia jep kodi apo pse ndodhemi para kësaj llogarie matematikore, por Basha ka treguar se e ka mbështetjen e mjaftueshme, e ka ruajtur, si thua, atë grupin e tij të afërt, mbështetësit e tij, dhe tash në këto momente që flasim është rreth 8000 vota në Tiranë, që nuk janë pak. Pastaj në rang kombëtar nuk e di. Por duhet të kuptojmë diçka, që partinë e bën njerëzit, nuk e bën liderin në fund ditës. Një parti që fokusohet vetëm tek imazhi i liderit është e destinuar të vdesë bashkë me liderin, kur ditën që lideri do vdes apo ditën që lideri do të riqet për punët e veta. Një parti që investon në disa figura dhe ka një ekip të mirë, pastaj nuk e ndjen mungesën e liderit, qoftë disfatën e liderit. Lulzim Basha nuk është puna që nuk u zgjodh vetë deputet dhe u zgjodhën ja 4 tjerë nga partia. Është problemi që tregoj se krijoi një subjekt politik në nxitim e sipër, ku më shumë është vetëm parti, besoj që, si thua, më shumë ka vota se sa antar. Domethënë, është një parti që ne nuk e shohim fare prezente, askund, nuk dim kush është kryesia, kush janë njerëzit, kush është udhëheqja e partisë dhe kush është antarësia, por shohim që me ç'duket disa qytetar ose disa politikanë i pas kanë borxhe aq të mëdha sa të japin votën ende në vitin 2025. Megjithatë, Lulzim Basha ka një kartë shumë të fortë në dorë, pavarësisht se ndoshta nuk hyn në parlament, sepse ka bilancin e zgjedhjeve të tij në raport me zgjedhjet kur ka kandiduar, kur Partia Demokratike ka kandiduar në drejtimin e Sali Berishës. Sot kemi një Parti Demokratike që ka marrë 17 mandate më pak se që la Lulzim Basha. Edhe pse këto 17 vet, apo të gjithë, apo nga 59, po ta zëm 55, e braktisën Bashën, duhet të jenë mirënjohës atij për mundësinë që i dha dhe që arriti t'i fuste në politikë. Ka një legjendë që qarkullon kur debaton me demokratët dhe ja përmend të, dhe thotë neve s'na bëri Basha, fituam vetë sepse punuam e bëm, po çuditërisht nuk punuan me Sali Berishën këtë herë, apo nuk ditën të punonin, dhe nga ana tjetër edhe bie dhe teza e Berishës, sepse nëse ja pas ka vjedhur Berishës votat edhe mandatet, pse nuk ja vodhi Bashës që në 2021, ose që në 2019 e kështu me radhë, apo në 2017, por e la Bashën të merrte 59 mandate, ndërsa sot u menduan dhe thanë hajtë ja vjedhim edhe 17 tjerë. Ardit, shumë faleminderit për kohën dhe besoj se do shihemi përsëri në intervista të tjera. Me kënaqësi shumë të madhe. Faleminderit. Faleminderit.